Radio Televizioni Kosovës në hapësirën e spoteve pa pagesë në kuadër të fushatës për zgjedhjet lokale të 12 tetorit, nuk do të transmetoj spotin promovues të listës sërbe për shkak të përmbajtjes me gjuhë të urrejtjes dhe shkeljes së rendit kushtetues. Përgjegjësi i ekipit zgjedhor në RTK, Lorik Arifa, i thekson shkeljet që përmban ky spot dhe pse është i papranueshëm për transmetim. Nuk i plotson standardet. Ka thirrje për gjuhë të urrejtjes dhe cënon rendin kushtetues si spot. Në spot ka përmbajtje të tilla si deri kur populli duhet ta durojë terrorin, të çlirohen komunat e veriut, si dhe të lirohen shirita duke aluduar në rihapjen e institucioneve paralele në veri. Si i tillë spoti është i papranueshëm për transmetuesin publik dhe nuk do të transmetohet. Ne mbesim të përkushtuar si transmetues publik që të respektojmë çdo përmbajtje që i respekton standardet profesionale dhe kodin etik. Edhe Komisioni i Pavarur për Media ja ka konfirmuar RTK-s përmbajtjen e këtij spoti. KPM ka gjetur shkelje të kodit të etikës, të cilat bien ndesh me rendin kushtetues të Kosovës, thuhet në përgjigje. Në bazë të raportit të monitorimit të datës 22 shtator 2025, zyra ekzekutive e KPM-s ka gjetur se Oshma TV Puls me 18 shtator, duke filluar nga ora 17:10 në blokun reklamues politik të fushatës, ka transmetuar një spot politik me pagesë të listës sërbe me këtë përmbajtje. Çdo ditë populli më të drejtë pyet, si ta durojmë terrorin, si ta rivendosim lirinë, si t'i mbajmë fëmijët këtu, si të mbjetojmë. Përmbajtja e spotit politik të transmetuar me përdorimin e fjalëve, si ta durojmë terrorin dhe të rivendosim lirinë, është shprehje që bie ndesh me rendin kushtetues të Republikës së Kosovës. Është e rëndësishme të sqarohet se KPM-ja nuk ja ka ndaluar spotet politike si formë të komunikimit politik komercial, gjë që mbetet e drejtë e çdo subjekti politik të certifikuar. Përkundrazi, veprimi i KPM-s ka të bëjë vetëm me gjuhën e përdorur brenda një spoti të caktuar politik, i cili u konstatua se ishte në shkelje të rendit kushtetues dhe publik të Republikës së Kosovës. RTK përmes telefonit ka kontaktuar Partinë Lista Sërbe për të marrë një përgjigje lidhur me shkeljet e gjetura nga KPM, por nuk ka marrë asnjë reagim. Në një komunikim me Zoran Mojsilović nga kjo parti, i cili fillimisht i tha RTK-s se Igor Simić mund ta informojë më mirë lidhur me këtë çështje dhe se ai vetë do të komunikojë me të për dhënë një përgjigje, ndërpreu telefonin, pasi u bë me dije që biseda do të merrej si deklarat për këtë lajm. Lista sërbe deri më tani nuk ka kthyer përgjigje për përmbajtjen e spotit promovues për zgjedhjet lokale dhe as nuk ka konfirmuar nëse do ta ndryshojë atë. Me përmbajtjen aktuale, RTK nuk do ta transmetoj spotin.